Thashe themet për iPhone 8 nuk kanë të sosur. Brezi i ri i iPhone, që pritet të publikoj Apple në 2017, kur telefoni Steve Jobs do të festoj 10 vjetorin. Sipas blogut japonez Mako Takara, i cili citon burime nga furnizuesit aziatik, Apple mund të publikoj në vjesht të ardhshme një model shtesë, një iPhone 5 Polsh me doppio kamera me dizajn vertikal. Bëhet fjalë për një model të përmasave të mesme, që do të mbështes iPhone 7s dhe iPhone 7s Plus nga 4.7 dhe 5.5 polsh me ekran LCD. Mac Rumors thotë se këto modele mund të jenë një evolucion i telefonit të fundit të Apple. Gjithashtu, pritet që Apple të fusë edhe një ngjyrë të patrashëguar, të kuqen. Smartphone-ët tani i gjen rëndom në xhepin ton. Ata na ndihmojnë të lidhemi shpejt me të afërmit dhe miqt, të kontrollojmë internetin kudo që jemi, të shohim filma e shfaqje televizive e të kryejmë veprime të ndryshme. Por telefonët vetë do të ishin thuajse të pakuptimt pa software-ët. Aplikacionet e listës së krijuar nga The Time janë ato që pasurojnë mjetin ton të komunikimit, e që për këtë vit llogariten si absolutisht më populloret. Puzzle-i, me krijimin e njerëzve të vegjël të dëborës, A Good Snowman is Hard to Build, i bukur vizualisht dhe që të rëmben si lojë, është një ndër më të këndshmit dhe të zgjuarit e këtij viti. Edhe pse për të njëjtën gjë luftojnë Apple, Amazon, Google, vazhdon të mbetet mbreti i aplikacioneve për dëgjimin live të muzikës apo music streaming application. Ndryshimi i dizajnit këtë vit i ka sjellë një pamje më moderne dhe është merësisht i lehtë në përdorim. Nëse nuk je gjithkohë në makinë, ndoshta nuk të bie rasti ta dëgjosh shpesh radion. Po në këtë rast ndihmon aplikacioni NPR One, një stacion publik i adoptueshëm, i cili mëson se çfarë të pëlqen dhe cilat subjekte të interesojnë më shumë. Të duhet një recet gatimi, apo ndonjë këshill e vlefshme dhe shpejt? Është N.E. Cooking. Përgjigje të gjitha pyetjeve dhe zgjidhja zëres erdhi. WhatsApp-i ekziston prej 7 vitesh. Është kthyer në një prej mjeteve më të mirë të komunikimit sot në botë. Pokémon Go vazhdon të mbetet i preferuar, ashtu si edhe Snapchat. Njeriu është i aftë të jetojë dhe të përshtatet në klima të ndryshme, deri në ato më ekstremet, dhe ky fakt dëshmohet me mbijetesën e tyre. Ekzistojnë 9 vende, të cilat konsiderohen si më të ftohtat, dhe ato janë: Roros në Norvegji. Qyteti i minatorëve Roros në Norvegji njihet për klimë polare dhe dimër të ftohtë, ku temperaturat zbresin deri në -50 gradë Celsius. Dras në Indi. India njihet si vend shumë i nxehtë me klimë tropikale, mirëpo rajoni Kargil, më saktësisht qyteti Dras, është një vend tejet i ftohtë. Për shkak të lartësisë mbidetare dhe pozitës së gjeografike, gjatë dimrit, temperatura më e butë është -22 gradë Celsius, ndërsa rekordi shënuar -50 gradë Celsius. Lapland është një prej rajoneve më të ftohta në botë. Në Kitila, Lapland, në vitin 1999, ishte regjistruar temperatura prej -51.5 gradë Celsius. Riverside është një prej vendeve më të ftohta të banuara në pjesën kontinentale të SBA-ve, ku në vitin 1993 u regjistrua temperatura -54.4 gradë Celsius. Kjo zonë është pak e banuar, e në fakt aty jetojnë 52 banor të patrembur. Vuga Tjalme në Suedi. Pjesa dërmuese e Suedis ka një temperaturë mesatare. Në pjesët veriore të saj variojnë temperaturat ekstremisht të ftohta.
Dhe temperatura më e ulët që është regjistruar ndonjëherë në Suedi është ajo -52.6 gradë Celsius në Vugat Jalme, një destinacion i popularizuar turistik. Alaska në SBA është një prej vendeve më të ftohta, jo vetëm në SBA, por edhe në botë, ku në vitin 1971 temperatura kishte zbritur në -62 gradë Celsius. Snag në Kanada. Kanadaja është rrjet deri në Arktik dhe nuk është për të befasuar se ky vend ka ndër klimat më të ashpra në bord. Sipas të dhënave meteorologjike, vendi më i ftohtë i banuar në Kanada është Snag, ku në vitin 1947 temperatura kishte zbritur në -60 gradë Celsius. Grenlanda ka klimë arktike, ndërsa aty temperaturat nuk kalojnë plus 10 gradë Celsius, madje as në ditët më të ngrohta të verës. Në vitin 1954 në këtë vendishull është regjistruar temperatura ekstreme, -66.1 gradë Celsius. Dhe së fundmi, Verkhojansk në Rusi, gjendet afër rrethit arktik, është një prej vendeve më të ftohta në botë. Në vitin 1892, këtu është regjistruar temperatura ekstreme, -69.8 gradë Celsius. Testimi i vaksinës është bërë në Guinea ku 5.000 njerëz janë injektuar me këtë vaksinë dhe prej më shumë se 10 ditësh nuk është shënuar asnjë rast i ri i prekur nga ky virus. Rezultatet tregojnë se kur Ebola të sulmojë sërish, ne nuk do të jemi më të pambrojtur, është shprehur Marie Poulkien, e cila është bashkëautore në këtë studim. Ebola së pari u shfaq në Guinea dhe më pas në Afrikën në perëndimore, ku humbën jetën më shumë se 11.000 persona. Vaksina që jep fund këtij virusi është zhvilluar nga qeveria kanadeze dhe licencën për prodhimin e saj e mban kompania farmaceutike Merck & Co, e cila ndodhet në SBA. Ka njerëz që duan shumë këtë ushqim, ka të tjerë që nuk e gatuajnë kurrë në shtëpinë e tyre. Por edhe nëse nuk i pëlqeni fasulet, duhet të përpiqeni t'i shtoni në dietën tuaj, sepse janë një super ushqim për shëndetin. Ju njohim me disa arsye pse duhet i hani fasulet dhe njëkohësisht me vlerat ushqyese të tyre. Fasulet janë të pasura me fibra. Kur ju i konsumoni, ndiheni të ngopur gjatë gjithë kohës dhe kështu ju krijojnë mundësinë të mos hani shumë dhe të mos shtoni në peshë. Janë lehtësisht të tretshme sepse përmbajnë fibra të tretshme dhe të patretshme, të cilat ndihmojnë shumë në organizmin tuaj. Mund të ngjeni në lloje dhe ngjyra të ndryshme. Nuk është e thënë t'i gatuani për ditë, por nëse i përgatisni siç duhet, me siguri që nuk do t'ju mërziten. Disa lloje fasulesh kanë një indeks të ulët të glicemisë. Një nivel i ulët i glicemisë do të thotë se fasulet ndihmojnë për të mbajtur të balancuar sheqerin në gjak. Kjo nuk kupton se janë ideale për të luftuar diabetin. Veprojnë si bllokuese të kolesterolit, veçanërisht të kolesterolit të keq, që gjendet në muret e ëmbël të gjakut. Janë të mira për zemrën për shkak se përmbajnë kalium dhe magnez, që janë shumë të domosdoshme për zemrën. Fasulet përmbajnë hekur, mungesa e të cilit çon në anemi. E nëse jeni anemik, qelizat e kuqe të gjakut janë më të ulta se ç'duhet të jenë. Ndaj duhet të konsumoni fasule në mënyrë që të merrni sa më shumë hekur dhe vitaminë C. Erëzat e përzierja ose vegeta, siç e njohim më së shumti, gjendet në variante të ndryshme në supermarkete, me emërtime dhe etiketa nga më të bukurat. Por asnjëherë nuk mund të jemi të sigurt që përmbajtja është e shëndetshme, që erëzat janë të freskëta dhe që nuk kanë kimikate. E vetmja garanci është data e skadencës. Në fakt, nëse ju e bëni vetë këtë përzierje, mund ta përdorni brenda 6 muajve. Kështu do të jeni më të sigurt për atë që konsumoni. Kjo mund të jetë një përzierje me hudhër pluhur,
borzilok, origan, kanell, piper të zi, në kombinim me majdanoz, borzilok, rozmarin. Piperi i kuq, nënexhiku e po ashtu ardhmyshku mund të përfshihen. Erëzat mund të përzihen të gjitha në një pajisje grirëse, ose të përzihen mirëmanën e një luge. Shumica e recetave për erëzat përfshin edhe krip, por duke shtuar se kjo është një çështje e preferencave personale. Mielli i misrit është gjithashtu një përbërës që shtohet, e cila funksionon shumë mirë me mishin e vitsht, mishin e pulës apo edhe vetë peshkun. Përzierja me erëza mund të ruhet në një enë hermetike, në një vend të freskët, të thatë deri në 6 muaj. Dimri është stina gjatë së cilës ne sëmuremi më shumë. Virozat janë një rrezik i shtuar për ju dhe fëmijët tuaj. Zgjidhja gjendet tek ushqimi. Një dietë e ekuilibruar e pasur me fruta dhe perime që përmbajnë antioksidant do të bëjë të mundur që ju mos të sëmureni gjatë dimrit. Shegët janë të pasura me vlera ushqyese që mbrojnë shëndetin e zemrës dhe ulin nivelin e kolesterolit të keq në gjak. Perimet me gjethe të errta. Konsumoni sa më shumë lakër jeshile, po ashtu perimet e tjera me gjethe jeshile. Ato janë të pasura me vitamin A, C edhe K. Agrumet. Të gjitha agrumet si limoni, portokalli, mandarinat e të tjerë kanë vlera të pafundme ushqyese. Kungulli është i pakët në kalori dhe i pasur në vlera ushqyese. Kungulli është i pasur me likopen dhe me vitaminat A, C, B6 edhe K. Gështenjat janë burimi i shkëlqyer i kaliumit, fosforit, magnezit edhe hekurit. Gështenjat janë të dobishme për të parandaluar lodhjen mendore, mungesën e përqendrimit si dhe stresin. Viti 2017 pritet të ketë risi në të gjitha fushat, e një ndër to është edhe ushqimi. Nutricionistët nga gjithë bota kanë nxjerrë ushqimet, pra të cilat ju nuk duhet i përdorni në dietën tuaj. Sheqeri nuk duhet të konsumohet në sasi të madhe, ka efekte negative dhe është shkaktari kryesor i obezitetit. Miksimi i frutave dhe gjalpit është shumë i përhapur në të gjithë botën, megjithëse në vendin tonë nuk konsumohet shumë. Ato përmbajnë shumë kalori dhe janë të dëmshme për trupin tonë. Mishi i kuq edhe qumshti. Këto dy produkte janë sa të mira aq edhe të këqija. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka deklaruar se një nga faktorët që sjell kancerin është pikërisht mishi, që është njëkohësisht edhe shkaktari i problemeve kardiovaskulare. Pijet me ëmbëlsues dhe ngjyrues përmbajnë sheqer në sasi të mëdha, ndaj nuk duhen të konsumohen shumë. Ato janë të dëmshme për trupin. Në vend të tyre, konsumoni ujë.